jam me prostat, ku është banjo e parë, erdhë dhe votimet fitoj. Tani ne themi, mblidhuni u bashkohuni. Ja u bashkohen, si do bashkohet? Ma Keleta Libe ka dalë nga Partia Demokratike. Ka qenë dhe kryetar aty interim, Partisë Demokratike. Do kthehet në Partitë Demokratike. I ke ti vlla, të gjithë ata me vete se ty të votuan me sa diun se kishe dalë nga Partia Demokratike. Ti po kthehesh në Partitë Demokratike, do kthehesh vetëm me 5 vet. Jo vetëm aq, do kthehesh si legend. Por veç asaj mos e hajt, si thaj, futi kot verë. Jo. Do kthehesh si legend. Në rregull, pra. Sepse është mungesa e moralit. Absolutisht. Ja u bashkuan të gjithë. U bashkua Keleti, u bashkua Dashej, u bashkua tjetër Partinë Demokratike. Cila është fitoria? Unë mendoj që të ketë ndryshim, se pyesni ju, po si ndryshon. Duhet një alternativë, mos zotri. Dhe më falni për shprehjen, po janë me prostat partitë shqiptare. I bëhet që tani dhe duan tani. Hapin partinë në shtator dhe duan vota në maj. Janë për sprintje për maraton. Ore, një parti, qa me ndër sprintje, ore, janë me prostat, ku është banjo e parë, erdhë dhe votimet fitoj. Jo më shok, do të mbjellësh sot e do të akorsh bas 7 vjetësh. Mbjellet sot, korret bas 7 vjetësh. Mbjellet me 3 veta, dhe përfundon me 300.000, me 3 milion, me sa duash ti. Po do të japë shqiptarëve një gjë tjetër, jo këtë. Zoti Qori, për shembull, edhe partitë të tjera, le të themi, kanë një... Qori është, për mua, thot, atë pjesën që unë e pëlqej për vete, po s'pëlqej pikpamjet e tjera, dalim me bicikletë në Tiranë. Fushatës nuk e bëj, unë s'jam për bicikletë, vëlla. Unë jam burgjes. Tirana i përket makinave, i përket klasit.